nderuar, në Kur'an nëse do shfleton, s'mundesh me gjetë edhe një citat kuranor që kur flet për njeriu do të për shembull, "Qul siru fil ard", thuaj ecni në tokë. Do të hulumtoni dot, zbërthani, shiçoni dot argumentet pa numërta në tokë. S'mundesh me gjetë në Kur'an asnjëherë që ec mbi tokë. S'mundesh me gjetë. Dhe kjo është e vërtet shkencore. Ne a ecim në tokë mbi tokë? Ne ecim në tokë. Se pjesa atmosferës është pjesë e pandashme e tokës. Dhe ne këtu a jemi në audiencë a mbi audiencë. Na jemi këtu mbi në, se për me qenë mbi do të me hyp mbi tavanin e kësaj audiencë do të bukur. Mirë, është një citat i vetëm. Dhe kjo është bindja e jeme apo hulumtim që do të kam zbërthy që si ka mundësi që këtë citat kuranor do të veçohet nga gjitha citat e tjera kuranore. Dhe këtu e përmend që wa ibadur rahman, dhe këtu do të ibad e ja do të një të vërtetë që njerëzit krejt janë abd, rob. Deshte zdeshte, besimtari, ateisti, do të besimtarit, gjithë krejt janë robër të Allahut. Mirë, kurse ibad, rob falëndërues. Dhe thot krijuesi wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Dhe robër falëndëruesit janë ndaj Allahut madhëshëm janë ata të cilët ecin mbi tokë me plot modesti. Ala al-ardi do të mbi tokë qysh. Për arsye se do të nëse njeriu e arrin që të bëhet njeri madhështor apo e ushqen shpirtin e tij në mënyrë të vazhdueshme, e sidomos në muajin e madhëshëm gjatë Ramazanit, ai sikurse do të ecë dhe i përgjithson do të me lajkeve. Aliu radiallahu anhu ndoshta do të përmes seksë, ndoshta zgjatëm, e potencon do të rrjedhshëm dhe bukur këtë vërtet. Thotë kështu: "Rukibal malaku min aqlin bila shahwa." Është krijuar bota e me lajkeve, që është sekret për ne, po kemi obligim do të për të besuar, është krijuar do të prej arsyes, mendjes dhe pa pasione, pa epshe. Pozicioni me lajke është këtë pozicion. Mirë, wa rukibal hayawanu min shahwatin bila aql, kurse është krijuar bota shtazore, prej pasioneve dhe pa mendje, ka instinkt por nuk ka arsye. Edhe pozicioni i botës shtazore është kështu: wa rukibal insanu min kilayhima, kurse është krijuar bota njerëzore, krijesa më nderuar, wala qad karramna bani adam, kemi nderuar bitë e Ademit, është krijuar do të mes të dyjave. Apo min kilayhima, është dhënë do të edhe mendja, edhe është dhënë pasioni, epshi. Dhe këtu tash e thot fjalinë që trondit me plot kuptimin e fjalës, që besimtari këtë e shijon, e këtë citat kuranor do të jep edhe shej, që nëse mendja e njeriu arrin që e zotron epshin e tij, ai do të prej këtij pozicioni do të bëhet më i ngritës sa vetëm me lajket.